Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me kos që ju heqë 10 vjet nga fytyra. Kjo maskë i ka habitur të gjithë. Nëse jeni të stresuara nga pamja që ka fytyra juaj këtë kohë, herë nga moti, herë nga pagjumësia, herë nga dielli, ka një zgjidhje të thjeshtë e cila arrihet me produkte të cilat ju i keni në shtëpi. Këto produkte nuk kanë nevojë për kohë në aplikim dhe japin rezultate vërtet të shkëlqyera dhe të menjëhershme. Lakra. Zgjini lakrën dhe lëngun e saj përdoreni në vend të ujit për të shpëlar fytyrën. Kosi. 1 lug vaj ulliri dhe 3 lug kos. Miksojeni dhe aplikojeni atë në fytyrë. Qumshti i arrës së kokosit. Gjysmë gote qumësht të arrës së kokosit miksojeni me dru sandali dhe aplikojeni maskën në fytyrën tuaj. Uji i arrës së kokosit. Miksojeni këtë ujë me 2 lug lëng ananasi dhe aplikojeni më pas në fytyrë. Uthull-molle. Miksoni uthull-molle me 1 lug ujë trëndafili dhe lajni fytyrën me të. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju njohim edhe me maskën e famshme me kos, e cila do t'ju zhduk rrudhat. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kudoherë, por një kos thjesht këto vlera të kosit e bëjnë atë që të përmirësoj lëkurën tuaj nëse ju e përdorni atë si një maskë, pa nevojën për t'i shtuar as edhe një përbërës tjetër. Kosi kthehet në maskën më ekonomike por me përfitime vërtet të mëdha për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, këtu ju do të mësoni të gjitha mineralet dhe vitaminat që gjenden tek kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe një shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këta 4 përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin tuaj të lëkurës. Gjithashtu, zinku është i njohur edhe për vlerat e tij anti-inflamatore. Nxit rigjenerimin e qelizave të vdekura të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dim që kosi njëkohësisht përmban kalcium. Ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës tuaj nga radikalet e lirë dhe si pasojë ajo nxit edhe prodhimin e yndyrave mjaft të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor të kosit dhe gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon edhe si një agent kundër rrudhave dhe pllakjes së lëkurës. Por veprimi më kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe njëkohësisht më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që në një filxhan kafeje ju të hidhni 2 deri në 3 lug çaj me kos dhe ta përzieni derisa të formohet një maskë e cila do të jetë plot. Më pas vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes në mënyrë që të mbuloni të gjitha zonat më problematike, si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë që të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur sa më mirë qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar një maskë të mirëfillt. Lëreni atë për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton që ju të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ju të fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni qelizat e vdekura dhe njëkohësisht papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Sipas ekspertëve, kosi përmban baktere të cilat luftojnë që të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë
nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm të zhduken. Por gjithashtu ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga të gjitha papastërtitë. Më pas ne e shpëlajmë lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshiheni atë lehtë me peshqir. Nëse keni një fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata që kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Sa herë që qeshni, shprehni një emocion apo qëndroni shumë në diell, një vizim i ri shtohet në fytyrën tuaj. Ky proces është sa natyral i cili shfaqet me kalimin e moshës, aq edhe i sforcuar nga faktorë të jashtëm por i menaxhueshëm. Nëse doni të ngadalsoni rrudhat e tepërta në fytyrë, mjafton të hidhni syt nga vitaminat natyrale. Në këtë video ne do t'ju tregojmë mënyrat më të mira dhe më të thjeshta se si ju të largoni lehtë rrudhat e moshës me produkte shtëpie. Trajtimi me kosë dhe me karrotë. Ky trajtim gjithashtu është i pasur me vitaminë C, e cila lufton plakjen, beta-karotenë dhe acid laktik. Bashkimi i të gjithë këtyre mineraleve dhe vitaminave i jep fytyrës tuaj mundësinë që të rigjenerohet dhe njëkohësisht përbërësit që juve do t'ju duhen janë një karrotë, 5 lugë gjelle kos, 1 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja. Si fillim, qërojeni karrotën dhe priteni në radhë të vegjël. Hidheni ato në mikser bashkë me përbërësit e tjerë dhe më pas përzieni. Bëjeni këtë derisa të formohet kështu një pastë kremoze. Më pas vendoseni të gjitha copëzat në fytyrë në darkë në zonat problematike për ju dhe lëreni ato që të veproj për 30 minuta. Në fund, shpëlani fytyrën tuaj me ujë të vakët. Si pas informacioneve, përbërësit që do t'ju duhen janë gjysmë kastraveci, 5 lugë gjelle gjel aloe vera, 2 lugë gjelle vaj kokosi. Përgatitja. Në një mikser hidhni kastravecin e qëruar dhe të prerë, gjelin e aloe verës dhe vajin e kokosit. Përzieni me shpejtësi që të gjithë përbërësit derisa të formohet maska e një trajçme dhe më pas vendoseni mbi fytyrë. Lëreni të thahet për 40 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë. Këtë trajtim ne ju këshillojmë ta ndiqni të paktën 3 herë në javë. Kështu rezultatet do të jenë më efikase dhe më të shëndetshme. Trajtimi me majdanoz, mjalt dhe limon. Majdanozi është një nga produktet që do ju ndihmojë më shumë me fytyrën. Është i pasur me vlera të cilat rregullojnë pH-in e fytyrës dhe promovon prodhimin e kolagjenit. Përbërësit janë 3 deg majdanoz, 5 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle lëng limoni. Shtypni në një enë majdanozin dhe bashkojeni me mjaltin dhe limonin. Vendoseni kremin e formuar mbi fytyrë dhe lëreni të veprojë për 20 minuta. Më pas, shpëlajeni fytyrën me ujë të bollshëm. Ky trajtim rekomandohet të përdoret vetëm para se të shkoni për të fjetur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.